Ju përshëndes. Mister që edhe vetë shkenca nuk di ta shpjegoj, me fakte të dokumentuara, jo një, por disa. Ndaj edhe për shkencën ende sot mbetet një mister. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashk. Në vitin 1927, në periferi të një qyteti të Libanit, banorët e zonës tregonin për një murg i cili kishte vite që kishte vdekur, por në varrin e tij, pra jashtë varrit, kishte një lloj lëngu të çuditshëm që sipas tyre dilte gjak dhe derdhej gjak nga trupi i këtij murgut. E kështu lajmi u përhap gjithandej. Në fakt, me kalimin e kohës, menduan që të shkonin dhe të kontrollonin. Dhe shkuan disa ekspert të besimeve fetare. Shkuan te kjo kripta, ishte në një kript, ky murg quhej Sharbel. Murgu Sharbel kishte vdekur në vitin 1828 dhe vdiq në vitin 1898. Dhe në vitin 1927, pra, kishin kaluar më shumë se 40 vjet. Dhe këta donin të kuptonin se çfarë kishte ndodhur, por hasën në disa anomali të pashpjegueshme. Gjëja e parë, kur shkuan ekspertët, e hapën, vurë re që trupi i tij ishte identik siç kishte vdekur në atë ditë. Pra, sikur të kishte vdekur dje. I paprishur, fare. Dhe ky lëng i çuditshëm gjendej jo vetëm jashtë, siç e kishin parë banorët, por edhe brenda arkivolit. Dhe madje brenda arkivolit ishin pothuajse 5 deri në 6 centimetra mbushur me këtë lëng, që dukej sikur të ishte gjak dhe ujë. Pra, sikur të ishte pak i zi. Megjithatë, nuk e prekën dhe kërkuan ndihmën e disa specialistëve, specialistë të fushës së mjekësisë dhe shkencëtar. Në fakt, u përgatitën nga Libani një grup studiuesish të mirëfillt, me shkencëtar, me biolog etj dhe shkuan dhe bën një kërkim. Vurë re që trupi i tij, mishi, ishte tamam sikur të ishte i gjallë. Pra, sikur murgu Sharbel të mos kishte vdekur kurrë, por t'ishte ende gjallë sikur po flinte. Në fakt, këta morën disa pjesëz të këtij lëngu, të trupit të tij për t'i ekzaminuar. Nuk ka asnjë shpjegim shkencor se si është e mundur që një njeri pas 45-46 vitesh të mund të gjendej në atë kondicion. Pra, edhe çfarëdo lloj si mund të quhet, përbërje kimike që të mund të kishin vendosur në trupin e tij, ishte e pamundur. Por prisi sepse ka mistere të tjera. Nuk kishin vendosur as edhe një gjë, sepse shkuan dhe e studiuan në 3 laborator për të kuptuar se çfarë kishte brenda trupit të tij që rrinte ende i tillë. Sikur të ishte, nuk ishte i ngrohtë, normal, trupi ftohtë, por eshtrat e tij ishin me fjalë mund t'i përkuleshin krahët. Nuk ishte me fjalë të ishte gur që nuk e lëvizje. Jo. Por sikur të kishte vdekur para pak minutash. Dhe si përfundim këta u munduan që të kuptonin se çfarë kishte shkaktuar pra këtë problem të trupit, sepse menduan fillimisht se mos ishte ndonjë problem. Në fakt kërkuan që të ekzaminohej ky lëngu. Merreni me mend. Ai lëng ishte gjak, jo vetëm lëng që dilte nga trupi i tij, por edhe gjak. E ekzaminuan. Është i fakti dokumentuar në disa laborator. Bile disa prej këtyre studimeve i quan edhe në Francë, madje edhe në Itali, mos gaboj, në Vatikan, për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Askush nuk e gjeti se çfarë kishte ndodhur. Por prisi sepse ky mister nuk mbaron këtu. Sepse ky lëng vazhdoi që të dilte nga trupi i tij për vite me radhë, deri për 65 vjet. Pra, lëngu që ishte pothuajse gjak dhe ujë që dilte nga trupi. Por fizikisht, le ta themi këtu mes nesh, ne dim që kemi pavarësisht 5 deri në 6 litra gjak. Okay? Njëkohësisht edhe lëngjet që kemi, që i riprodhon trupi, janë shumë më pak. Shumë, falni, por në qoftë se do t'i krahasojmë të dyja këto, në qoftë se do të bëjmë një krahasim me fjalë që do të shterojnë nga trupi, sepse do të shteroj, si thuhet, trupi, pra do të heq këto lëngjëra, unë them që nuk do të kalonte vitin. Edhe sikur ta bënte me ngadalë. Si është e mundur që për 65 vjet vazhdoi, sepse do t'ju them se çfarë ndodhi më vonë.
Si është e mundur që për 65 vjet vazhdoi që të bënte të nxirrte këtë lëng. Pra trupi i këtij, trupi i Sharbelit. Në vitin, mos gaboj, sepse jeta e Sharbelit, do të tregoj për jetën e Sharbelit, ky ishte një murg që fillimisht ishte i besimit mysulman, mos gaboj, dhe një ditë ai pati një vëgim. Dhe nga momenti që pati një vëgim, ishte i ri atëre, ai u kthye në të krishterë. Dhe shkoi në një mal, ai rrinte vetëm në këtë malin, në një kript, një tip vendi shenjt atje, që s'kishte asgjë brenda. Por kishte vetëm një 2-3 ikona, ai shtrihej në tokë, flinte aty, dhe kush i sillte ndonjë gjë për të ngrënë, si punë eremiti. Dhe flinte me një dras. Kjo ishte jeta e tij në vijim. Mirë po, kur ai vdiq, sipas tregimeve, kur ai vdiq, një dritë e fortë u shfaq, pra aty ku ai vdiq. Askush nuk e dinte se kur vdiq, po këto janë thashë theme të banorëve të zonës, sepse kishte kohë që kishte vdekur. Në fakt, kur e gjetën atje, e gjetën që në vitin 1898, e gjetën pas disa muajsh që kishte vdekur, por trupi i tij ishte identik me vjen sikur të kishte vdekur dje. Në fakt, ata menduan se kishte vdekur dje, por nuk ishte vërtet, kishte kohë që kishte vdekur. Dhe çfarë bën? Për mos ta lënë aty sepse do kalbej, e morën dhe meqense bënte shumë ftohtë, sepse ishte data 25 dhjetor i atij viti, pra i viti 1898, e futën në varr. Në varr, po ishte shumë ftohtë. Dhe ju e dini që në lagështi duhet trupi të dekompozojë brenda pak kohe, por nuk ndodhi kështu. Në fakt, pas disa vitesh, mos gaboj, sepse nuk mund të gaboj vitet, sepse pastaj ndonjëri na fillon dhe thot pse gabove vitin. Pas disa vitesh e morën dhe e futën në një kript, siç ju thash, dhe ishte ky shkaku që aty në kript, me kalimin e kohës, ai nxirrte ujë, pra nga trupi. Po prisni, sepse siç ju thash nuk mbaron këtu. Të gjitha vitet që ndodhi kjo, pra në 65 vjet, llogariten sipas studimeve, nuk është se e them unë këtë, e thon studiuesit, unë e përsëris këtu mes jush, mund të kenë hequr, pra nga ky lëngu, mijëra litra gjak dhe ujë që dilte nga trupi, pra lëng që dilte nga trupi. Dhe askush shkencëtar nuk di të shpjegojë një gjë të tillë. Ndodhi për vite me radhë. Dhe në vitin 1993 ndodhi një fakt tjetër i çuditshëm. Në vitin 1993 një grua e quajtur Narad, një gjë e tillë. Nuk e mbaj mend mirë emrin. Namad. Më duket, një grua nga Libani ishte besimtare e myslimane. Dhe kjo kishte një sëmundje. Të rëndë, shkoi tek mjekët, e vizituan dhe u than familjarëve ta çonin në shtëpi. Në fakt e çuan në shtëpi dhe ajo pas një atë natë i ndodhi një fakt i çuditshëm. Gruaja në mes të natës, aty ishte paralizuar me pak fjalë dhe i than që nuk mund të bënte dot asgjë, sepse pas një farë kohe ajo do humbiste jetën. Megjithatë, ajo kur shkoi e kthye në shtëpi atë ditë, në vitin 1993, e gjeni këtë, po se mbaj mend emrin e saj, se mbaj mend mirë. Dhe ajo shkoi e çuan tek shtëpia sa nuk lëvizte, padyshim, dhe në dhomën e saj, natën vonë, u shfaq një dritë e fortë. Pas një drite, u shfaq ky Sharbeli, më falni. Sharbeli ishte me 2 muriq të tjerë, si tha kjo grua, dhe ishin pranë gruas. Prisni, sepse edhe pse nuk e mbaj mend eksaktësisht mirë dhe ndaj dua të kujtohem, e lexova disa herë, por e kam parë edhe në një dokumentar dhe është e vështirë ndonjëherë që të kujtosh çdo gjë me detaje. Po thosha që të ecësh rrjedhshëm. Dhe kjo grua, si ju thash, në vitin 1993, kjo
ishte në dhomën e saj e paralizuar, aty u shfaq Sharbeli bashkë me dy muriq të tjerë dhe i tha mos ki frikë, tha, nuk ishte në ëndër, nuk ishte një halucinacion, por ishte normal. Kështu e tregon gruaja, siç thash, ajo ishte në spital atë ditë, pra një ditë më para, dhe i thanë që të shkonte në shtëpi sepse kishte mbaruar. U operua nga Sharbeli. Pra ai i tha mos ki merak se do të operoj unë. Pra kjo është deklarata që ka bërë gruaja. Edhe ai i bëri 2 prerje këtu, dhe ato 2 prerje ishin në mënyrë eksakte edhe me fije. Tani dikush nga ju do thotë çfarë janë këto budallë që prisin, sepse kjo është e dokumentuar, nuk është se kam thënë unë. E thonë në Liban, nuk është se them unë. Dhe është një fakt i dokumentuar dhe nga shkenca, dhe nga spitali. Dhe pasi ai e operoi, çdo gjë, me fjalë ditën tjetër i doli pak gjak dhe kishte ato qepjet që ishin, dhe i tha mos ki merak se do të bëj një tjetër vizitë, do të bëj një tjetër vizitë, vetëm kaq. Dhe ditën tjetër ajo u ngrit në këmbë, nuk shpjegohet se si, por u ngrit në këmbë. U ngrit në këmbë, çdo gjë shkoi mirë, shkua në spital, e çuan familjarët. Kur shkua në spital, një nga mjekët më të mëdhenj, që ky e ka lënë deklaratën, një nga mjekët më të mëdhenj që ishte në atë kohë, pra në vitin 93, nuk e shpjegon faktin që ai dje i tha që ti shkon në shtëpi sepse nga analizat dilte bërnut. Dhe tjetra që ishte më e rëndësishme, kur pa ato prerjet që ishin këtu, pra operacionin, i bërën një ekzaminim për ta parë. E para njëri që nuk ishte një prerje siç e prisnin ata, me fjalë një kirurgji si bëj në Liban. E dyta, që ishte akoma më e rëndësishme, fijet që ishin përdorur nuk ishin lidhje fare qoftë me fijet që përdoreshin në atë spital, por edhe në Liban. Ishte diçka shumë e çuditshme. Në fakt, ky është një fakt i dokumentuar me foto, me të gjitha, me video, me intervistën e zonjës, sepse zonja jetoi për vite me radhë. Jo vetëm ato vite që ishte aty, por edhe vite më vonë. Por kishte një gjë. Natën tjetër i bëri vizitë kësaj here në ëndër zonjës ky Sharbeli dhe i tha, nga tani e tutje tha, ta marri vesh gjithë njerëzimi që ka një botë tjetër dhe ka një krijues. Dhe Zoti tha i shikon në mënyrën e vet çdo njeri dhe e ndihmon në mënyrën e vet. Dhe në çdo 22 të çdo muaji, dhe datën 22, ty do të dalë gjak për të kujtuar që unë kam operuar me duart e Zotit. Këto ishin fjalët që tha, dhe pas atij momenti në çdo muaj në datën 22 i dilte gjithmonë gjak asaj gruaje që nuk shpjegohet, askush nuk di ta shpjegoj. Për vite me radhë derisa ajo ishte gjallë dhe pastaj vdiq pas disa viteve. Tani ndodhi një fakt tjetër në vitin 1994, pasi dëgjuan këto anomali, një studiues Raymond Nader, në vitin thash 1994, ishte një studiues, mos gaboj jeton akoma, një studiues i një patolog, dhe ai kërkonte disa shpjegime të trupit të këtij Sharbelit dhe shkoi që ta ekzaminonte. Por çuditërisht në dorën e tij, sepse në ëndër në ato ditë që ai shkonte atje, i doli Sharbeli dhe i tha, do të lej një shenjë sepse ky nuk ishte besimtar, nuk besonte në këto jetën mbi natyrore. Dhe unë thaj, Sharbeli, do të lej një shenjë që ti ta mbash mend për të jetën. Dhe i vendosi dorën këtu. Pasi u zgjua, ditën tjetër, ai në krahun e tij kishte shenjat e gishtave, të djegura. Por djegja që kishte ky zotëri, ky shkencëtar, nuk ishte një djegje që i dhimbte, absolutisht jo, por vetëm një shenjë. Ajo shenjë ai e përcolli për vite, derisa më duket pas 12 vitesh si kishte thënë ai, do të zhdukej kjo shenjë. Megjithatë, një mister, siç u thash më përpara, i dokumentuar dhe i pashpjeguar nga shkenca. I gjeni të gjitha këto fakte të dokumentuara me foto, video, me intervista, dhe dua të nënvizoj diçka. Ndodh në të gjitha kulturat, në të gjitha besimet fetare, në çdo vend. Por a besoni ju në një jetë tjetër, në një botë tjetër që mund të lidhet me botën tonë? Si është e mundur që të mund të bëj një operacion të tillë një qenie ose një njeri që vdiq? Si është e mundur? Dhe çfarë operacioni ishte ky? Dhe tjetra, si është e mundur që mijëra litra gjak dhe lëng i dolën nga trupi për vite me radhë, për 65 vjet? Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.